Se përken xhenet, thot Sheikhul Islam Ibn Taymi rahimahullah, do ta shohin njerëzit Allahun xhalla wa ala varësisht nga punët e tyre dhe varësisht nga afërsia që kanë pas me Allahun xhalla wa ala. Dikush është një herë, e dikush është çdo xumë, e dikush është ditë për ditë, e dikush është 5 herë në ditë e kështu me radhë. Do varësisht nga afërsia që ka pas me Allahun subhanahu wa taala, prandaj ai që ka fal namazin apo 5 herë në ditë me atë ndjenjen e ihsanit që edhe pse ai nuk e sheh Allahun, Allahu e sheh atë, apo padyshim se ky njeri ka me pa Allahun xhella wala, çat sa është falë në dunjë apo. Nga sa ai në dunjë ka pa 5 herë ato. Nuk ka pa me sytë e zemrës. Andaj për shpërblimit të mirëfillt ndaj këtij njeriu është me pa të me sytë e ballit, çuçi ka pa në dunjë me sytë e zemrës apo. Kjo është rëndësia e namazit vëllaznia. Kjo është rëndësia e namazit apo. Që të kryhet tamam ç'është duhet dhe të pretojmë se jemi në takim me Allahun xhella wala dhe paramendosh se sa më tepër namaz e paramendon se Allahu po të sheh ty dhe ti je duke patur me zemrën tonë që dal përpara, je duke komunikuar me të, këtë mundson që jomul qiyame me ose në xhennet me pa Allahun xhella wala pasaj sa shpesh e ke pa në dunjë me farze me nafile, çaq shpesh me pa Allahun xhella wala në xhennet me sytë e ballit tënd, nga se ti në dunjë e ke pa me sytë e zemrës tënde.